Atëherë Pietri ju afrua edhe e pyeti: Zotri, nëse vëllai im gabon ndaj meje, sa herë dua ta fal? Deri në 7 herë? Jezusi ju përgjigj: Nuk po them deri në 7 herë, por deri në 70 herë 7 herë. E zgjodha këtë citim në Bibël sepse shumë njerëz e keq kuptojnë faljen, edhe kur e lexojnë mendojnë që me fal është dobësi, apo njerëzit ta marrin si të mirëqen, apo je budalla. Dhe sot desha me sqaru me aq sa unë kuptoj, me aq sa unë di, me aq sa unë kam përjetu se çfarë do thot realisht me fal dhe si mundesh me e fal një person. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Silva Pietri dhe ky është kanali im Detektive e Lumturisë. Sot vendosa të flas pak për faljen, sepse shumë njerëz e keq kuptojnë faljen. Domethënë, çfarë do thot realisht me e fal dikan? A është dobësi me e fal dikan? Me e fal dikan a do të thot se ai person na merr si të mirëqen, apo ne jemi budallë se e falim dikan? No njerëz, ta falësh dikan nuk do të thot se ti duhesh me harru atë që të ka bën ai person. Nuk do të thotë se ti duhesh me besu atë person përsëri dhe me rënë grackën e tij apo të saj. Ta falësh një person do të thotë që ti të lirohesh nga ndjenja e mllefit që ke për atë person, e dhimbjes, e inatit, e meris, sepse ti mendon që duke i mbajtur to brenda vetes, ti mendon që ti ke me lëndua dikan tjetër. No, ti nuk ke me lëndu. Ndoshta edhe po, por këto janë të lëndu veten tënde. Dhe jo vetëm veten tënde, por ti në këtë rast duke i mbajtur gjitha ato brenda vetes, ti bash njëri negativ. Dhe ti ke me lëndu edhe një person që realisht të don me shpirt, apo të don pa interes, ti ke me lëndu dhe atë person, sepse na reflektojmë ata çfarë na jemi. Dhe nëse brenda vetes ton ka dhimbje, ka mllef, ka inat, nuk ke me ditë se si me trajtu edhe një person që ty don. Ti ke me dhanë ata çfarë ti je. Prandaj është shumë e rëndësishme me shëru ti veten tënde. Ti e ban gjithçka që ti e ban për veten tënde, nuk e ban për personin. Nuk ka rëndësi se kush është ai person. Nëse ai person që është me ty mund të jetë bashorti jot dhe nuk don me ndryshu, ti e fal edhe i uron rruga mbar. Shumë njerëz thonë, ok, hakmarru, nuk pse me ta bën ai person ty, bani edhe ti mazi. No. Në momentin që ti hakmerrësh ndaj dikujt, ti ke me ra në nivelin e atij personi. Sepse automatikisht bjen në nivelin e atij personi, se ti bash si ai. Ti nuk je ai dhe nuk është dobësi mos me ra në nivelin e atij personit, nuk është dobësi mos mu hakmarr. Dobësi është po me ra në nivelin e atij personit, mu hakmarr ndaj atij personi, ajo është dobësi. Forca më e madhe është kur ti zgjedh mos mu bë si ai person. Kur ti zgjedh me e fal atë person, e me e fal veten, se kur ti e fal atë person, ti e fal veten, ti nxjerr nga vete jote gjithë inatin që ti e ke, merin, mllefin. Prandaj shumë njerëz e keq kuptojnë këta. Mendojnë se kur e fal dikan do ma marrë për dobësi, do ma bëj prap. Jo. Ti mundesh me vendos edhe kufi. Kur ti fal, vendos kufi. E kam bën një video në këtu ku tregoj për kufit, se si me vendos kufi. Se nuk du me i përsëri dhe një herë, mundini me shikua kini këtu në kanal se si të vendosim kufi, ku kam tregu me pika se si ti me vendos kufi dhe nuk ka rëndësi se kush është ai person. Baba jot, nana jote, vlla jot, burri jot, shoqja jote, komshia jot, nuk ka rëndësi. Ti vendos kufi. Dhe me vendos kufi do të thotë që ti ke vetë respekt, ke vetë dashuri. E ta dush veten nuk është egoizëm, njerëz. Ta respektosh veten nuk është egoizëm. Ta vendosësh veten përpara dikujt tjetri nuk është egoizëm. Okej? Është vetë respekt. Nëse ti nuk ke respekt për veten, nuk ke dashuri për veten, nuk mundesh me ia dhënë dikujt tjetri. Prandaj, puno para me plagët e tua, puno përpara me lëndimet e tua. Edhe automatikisht, edhe personi që ty të ka lëndu, ndoshta edhe ka me ndryshu, se unë jam atë idenë që njerëzit ndryshojnë, edhe ndryshojnë, po nëse s'ka me ndryshu, ka mu largu nga jeta jote. Dhe ke me tërhesh një person që realisht të meriton, e meriton dashurin tane, e meriton respektin tanë. Kështu që fal sepse të falësh është hynore. Prandaj ja u lexova edhe atë citimin në Bibël, sepse unë jam katolike, okay? E lexova thjesht Biblen, besimin tem, por nuk ka rëndësi, këto mund besoni
ku ju dëshironi, unë mendoj që ka një Zot, po edhe shkrimet e shenjta, edhe librat e shenjta tregojnë shumë për faljen, po ne i keq kuptojmë. Sepse ai citimi që lexova unë sot thjesht tregon se ti mundesh me fal, po ai ka me ta bën prap. Vllai ka me ta bën prap. Motra ka me ta bën prap. Po no ti mundesh edhe me vendos kufi. Mundesh me i tërgu aty se deri ku mundet me arrit me ty. Po ti e ban spari për shpirtin tan. E di se shumë njerëz falen. Shumë njerëz falen, por me të vërtet nuk din me fal. Sepse i falin disa njerëz edhe i harrojnë gjëra që ju kanë bë, i besojnë përsëri dhe përsëri shkojnë e bien në graskën e atij personi. Edhe pastaj thujnë, falja nuk është zgjidhja e duhur sepse unë të fal, ai ma bën mazife. Po ta ban mazi. Ta ban mazi se ti i ke harru, ti i ke besu, e ti nuk e vendos kufi ta e person. Shikoni, mu më shkojnë shpesh herë vajza, a tregojnë historitë e veta, si me ja bën se e kam burrin kështu apo ato ma bën kështu. Kur nëse ti ke një situatë vështirë, ato të lëndu bashkëshorti jot fizikisht, shpirtërisht, mendërisht, ose ato bën veprime që nuk janë përshtatshme, ti nuk i dëshiron me i pas njëtën tane, në familjen tane, mundesh me vendos kufi. Me mu mundesh deri këtu. Këtu e këtej nuk të lejoj. Të lejoj vetëm që ti ndryshon e të gjana. Edhe njerëzit ndryshojnë, po ti, nëse ti e fal, i thu, unë largohem nga shtëpia që ti e ban këta, dhe ti e fal e nuk largohesh, ai thot, kjo kështu thot, kjo se ban asnjëherë. Kjo prap ka me të qëndru te unë, edhe pse nëse e baj. Dhe kjo nuk është rruga e duhur, njeri. Nuk është rruga e duhur, sepse ti vetë je duke e lejuar atë person me gabu përsëri te ti. Sepse ti nuk e ke vendos kufinin këtu. Ti duhesh me i vendos në barazë peshore faljen edhe kufit. Vetëm kur ti i vendos e ban edhe faljen edhe kufinin, nuk mundet ai person me të lëndu më. Por që vendos kufi, tregoj se deri ku mundet me shku. Ti mundesh me fal, me liru veten nga gjithë mlefi, nga gjithë ankthi, nga gjithë dhimbja që ke, edhe me vazhdu jetën tënde në paqe. Kjo është falja, nëse ai person nuk don me ndryshu, ti vazhdoni jetën tënde në paqe. Por nëse don me ndryshu, vjen sepse e shikon se me ty nuk mundet ndryshe. E merr mësimin e vet, çdo person e merr mësimin e vet. Po ai nuk merr mësim. Ti duke e fal, e duke e lënë veten me i përjetu të njëjtat nga ai person. Ai nuk merr mësimin e merr vetëm ti kur i vendos kufi. Kur i vendos kufi, ai tjetri e mendon ndryshe, e thot, unë duhet me ndryshu. Unë diçka nuk jam duke e bë mirë. Ai personi nuk kthehet më. E fillon të ndryshon. Unë njoh plot raste që edhe njerëzit kanë ndryshu. Sepse vajzat vetë më shkojnë dhe ma konfirmojnë që burrat e tyre kanë ndryshu. Kanë ndryshu po se ke vendos kufi zemër. Edhe në çdo marrëdhënie duhesh me vendos kufi. Nuk e di, e thash edhe një herë, për mu kufit kanë qenë respekt për veten. Respekt për veten, vetëm kur kam vendos kufi, e kam kuptu se sa më respektojnë apo nuk më respektojnë tjerët. Edhe më besoj që kur vendos kufi njerëzit të respektojnë më shumë. Faljen ti nuk e ban për ata. Ti nuk fal sa ata njerëz e meritojnë me i fal. Ti fal spari veten tënde, sepse ti nuk don me qëndru, nuk don me pas brenda vetes meri, mlef, ankth. Ashtë e tha bukur ai mentori im që kam në akademi, që tha, ti kur fal e largon atë perden, ti ke një perde parasysh, e largon atë perden e negativitetit, e mënyrës se si i shikon tjerët, edhe e liron shpirtin tan. Sepse kur ti nuk fal, ti bjen në nivelin e atij personi, ti bash negativ si personi që të ka lëndu. Dhe ti nuk je i tillë. Pse ti duhesh më bëj tillë, kur ti mundesh me qenë ndryshe? Kur ti mundesh me jetu në paqe, dashuri siç e meriton çdo person me jetu. Me të ose pa të. Me të nëse ai pranon me ndryshu edhe pa të, sepse na kena ardhur vetëm këtë botë. Na kena ardhur vetëm edhe shkojmë vetëm. Edhe nuk e meritojmë, asnjë person në botë nuk e meriton me vujt, thjesht sepse një person tjetër nuk don me ndryshu. Unë nuk e meritoj me vujt. Unë meritoj me jetu lumturi, dashuri, sepse e meritoj, sepse Zoti më ka pru me i përjetu në këtë botë. Edhe nuk doja lejoj asnjë personi me më bë mu ndjej ashtu. Ma aprish shpirtin tem, zemrën time, nuk doja lejoj asnjë personi. Thuja vetes tane njeri. Unë nuk do jetoj më në këtë negativitet. Unë nuk do e marr negativitetin e tjerëve me e fut brenda zemrës teme me jetu me ta, sepse unë e du veten. Unë e respektoj veten. Unë meritoj një jetë më të mirë. Unë meritoj më mirë.
përsëritja vetes ta sepse e meriton. Çdo person në botë e meriton me jetu, me pas një jetë lumtur. Dhe kur ti e ban këta dhe e beson vërtet që e meriton një jetë më të mirë, ti e ke më të lehtë mu largu nga ai person. Ti e ke më lehtë mu largu nga një person që ti e vetëm negativitet apo të ka lëndu. Sepse ti e din se e meriton më mirë. Dhe kjo është falja vërtet. Edhe diçka, ki kujdes kur ndahesh nga një person edhe nuk e fal atë person. Pse ta tham këta? Për shembull, nëse ti nuk i fal prindrit e tu nga lëndimet që të kanë bërë, ose nëse nuk e fal një partner që ti e lëndu nga ai, ti ke me tërheq të njëjtin partner në jetën tënde, që ka me të reflektu të njëjtën ty. Sepse na jena pasqyr, neve partnerat tonë na i reflektojnë gjitha pasiguritë tona që i kena brenda vetes, lëndimet tona. Prandaj ti duhesh me punu me i largu, se momentin që ti ndahesh nga ai person, edhe nuk i largon gjitha këta ti ke brenda vetes, apo jo? Dhe ty ka me t'i reflektu përsëri një person tjetër. Dhe pastaj ke me thanë gjithë meshkut janë një lloj. Apo gjitha femrat janë një lloj. Jo, nuk është e vërtet. Ti thjesht nuk i ke pastru ato lëndimet, ato dhimbjet që ti ka shkaktu dikush tjetër, nuk e ke fal vërtet, se ti për me fal duhesh me fal veten, me pastru veten nga ata. E ti nuk e ke bën kur. E kur ti nuk e ke bën, ke me tërheq të njëjtët njerëz. Na tërheqim ashtu siç na jemi. Prandaj është e rëndësishme me fal, nuk ka rëndësi se kush është ai person. Falu sepse të fal e shëron veten, e shkput veten nga ky zinxhiri, nga zinxhiri i kësaj karme si të merr me vete. E shkput automatikisht. Për ndryshe, ke mu mashtru, ke mu manipulu nga njerëz tjerë që kanë me t'i reflektu të njëjtat. Kështu që mos e ban. Puno me veten, nëse ka një mënyrë të mirë për me fal një person, është puna me veten. Nëse ka një mënyrë për me kriju të njëjtën tënde marrëdhënie të shëndetshme, është puna me veten, është falja. Kur ti e fal e liron veten nga këta, atëherë ke me tërheq marrëdhënie që ty kanë me të reflektu atë çfarë ti je në vërtet. Edhe nëse je shëruar, nëse je i pastër, atëherë kanë me të reflektu të njëjtën njerëzit e tjerë. Çdo dhimbje që ti e ke kalu, ke me manifestu në realitetin tanë të ri. Prandaj e them shpeshherë, puno me veten. Nuk ka rëndësi se me çfarë njerëzish ti rrethohesh. Puno ti me veten. Sepse vetëm puna me veten ka me të çliru për ty në gjanave. Edhe e kemi pas një natë fali në akademi, në akademinë e zhvillimit personal ku unë jam, dhe nëse realisht dëshiron me punu me veten, tham me gjithë zemër hajde në akademi, sepse aty punoj me emocionet, aty punoj me bindjet tona. Ne kemi bindje. Ne, jeta jon formohet, ose jeta jon është pasqyrë e bindjeve tona. Nëse ti ke bindjen se gjithë meshkut janë një lloj, nëse ti ke bindjen që meshkut janë negativ, që janë torturuesa, që janë nuk trajtojnë mirë, ku diun çfarë bindesh mundesh me pas. Ti ke me i tërheq jetën tënde, sepse na krijojmë me besimet tona. Shpari me mendimet tona bajnë besime, e besimet e krijojnë realitetin ton. Prandaj tham, puna me veten nuk duhet ndalet asnjëherë. Prandaj tham hajde në akademi, sepse aty trajtohesh nga specialista, nga njerëz që janë specializuar e që munden me të ndihmu, me punu thellë me emocionet e tua, me plagët e tua, me i nxjerr sipërfaqe, me i pranu edhe me i shëru. Kështu që kaq për sot njerëz, ndoshta ky video ka dalë shkurtër, po jam mundu me dhanë ata çfarë unë mendoj, kam mësu, e ndjej, apo e praktikoj në jetën time. Dhe e di se ndoshta nuk i baj videot më të bukura në botë, e di se ndoshta nuk dukem mas miri në botë, si thënë nga Kosova, po unë jam kjo. Jam kjo si jam dhe nuk dal këtu për shembull me ju treguar se kush jam apo si dukem, po ju dal realisht e di se fjala jeme ndoshta ka me ndiku te ti, dhe jo mënyra si dukem apo çfarë ka pas meje, apo sa bukuri kam bë videot, sa bukuri kam editu videot. Unë mendoj që unë realisht i kam kërku i të gjana dikur, i kam dëshiru me i pas e me i dëgju i të njerëz, edhe vlerësoni, edhe dëgjojni edhe praktikojni. Se nuk ka rëndësi fare se si një person flet apo sillet, po ka rëndësi mënyra se si të ban ai person mundje. Okej? Edhe nëse unë ju baj mundje mirë, mundeni me ndjek, edhe në video të tjera nëse unë nuk ju baj mundje mirë dhe nuk ju pëlqej,
mundeni me u largu me ndjek një person tjetër që ju përshtatet, sepse edhe mu nuk më pëlqejnë gjithë njerëzit. Ka njerëz që nuk më pëlqejnë dhe nuk i ndjek. Kështu që mundi me ndjek një person që realisht po unë i bani të vitet thjeshta sepse nuk du me t'regu juve perfeksionin, po du me t'regu juve që jam një njeri thjesht, jam një njeri si ju, edhe që përjetoj edhe unë të gjona të cilet unë i flas i përjetoj, e i kam përjetu edhe jam duke i shëru. Kështu që edhe ju mundeni me shëru, edhe ju mundeni me përmirësu jetën tuaj. Unë jam këtu thjesht me ju ndihmu, me përmirësu veten tuaj në çdo aspekt. Me ju t'regu ata që më kanë ndihmu mu me përmirësu veten apo po më ndihmojnë me përmirësu veten time. Okej? Ju përshëndes shumë edhe shikojmë në videon e radhës. Mua!